Kryesia e çeljes së sezonit turistik 2025 në Sarandë ishte prania e një delegacioni të ardhur nga qyteti Menton i Francës në qytetin e Jugut shqiptar. Në krye të delegacionit mik nga Franca është Jean-Claude Alarcon, nënkryetari i Bashkisë së Menton, i cili u shpreh ekskluzivisht për Blu Televizion se u ndjen të nderuar që ishin të ftuar në Fish Festival Sarandë. Cette amitié qui se crée entre les deux villes va permettre des échanges. Jemi shumë të nderuar, ndërsa kemi shumë të përbashkëta bashkë me Sarandën, dhe të gjitha këto u bën shkaz dhe motivim për t'u afruar në binjakëzim e shkëmbime në disa fusha, ndërkohë që bashkëpunimi do t'jetë në fushën kulturore dhe sportive, por dhe në fushën e aplikimit të kulinarisë franceze. Po çfarë mendon Alarcon se i mungon Sarandës për t'u bërë si Menton? Mais nous avons également le même problème à Menton. Nuk rendit shumë gjëra, por të parën unë them që është problemi i qarkullimit me automjetet. Sa i takon pyetjes se a do të ndikojë binjakëzimi mes dy qyteteve në rritjen e fluksit të turistëve francezë në Sarandë, atëre unë jam i bindur se francezët janë prezent edhe pa ndodhur kjo, por sigurisht që raportet më të ngushta janë një mundësi më shumë për ta prekur Shqipërinë dhe Sarandën përtej rrjeteve sociale, pasi duam që francezët i fusim në zemrën e shqiptarëve. Bashkë me grupin e zyrtarëve të lartë kryesuar nga Jean-Claude Alarcon, në Fish Festival 2025 në Sarandë ishin të pranishëm dhe somalierë të famshëm të verrërave franceze dhe mjeshtra me emër të kuzhinës franceze.